Mos tradhtoni, duani një familjen, rrini bashk me familjen, familja është shumë e vlefshme. Unë 05 prej nga jeni? Ka Kërçova. Kërçova? Po. Pse je sot në Ferizajin e bukur? Kemi ardhur pak me shetit me familjen. Kemi da. Me shetit me familjen. Po. Në rregull. Po du me të pyet pse po ka kaq shumë ndarje në shoqërinë tonë sipas teje? Sepse tradhtojnë. Tradhtojnë? Po. Kush po tradhton më shumë, femrat apo meshkujt? Të dyja. Nëse po. Nëse nuk tradhtojnë të dyjat, si kanë me tradhtu? A po më tregon çka po i shtyn, qof femrat, qof meshkujt, se po thon dy palët. Pak kënaqësia. Pak kënaqësia. Po. Çka pak kënaqësia? Në përgjithësi. Në përgjithësi. Po. Në rregull, a po më tregon ke një mesazh, një këshill për gjithë ata që tradhtojnë, që me i thon, me i shty realisht mos me shku deri në atë pikë. Mos tradhtoni, duani një familjen, rrini bashk me familjen, familja është shumë e vlefshme. Ka ndodhur ty ose ke qenë ndonjëherë i tradhtuar? Jo, deri tash jo. Jo. Nuk do të thotë vetëm nga partneri, ja. Po. Mund të kenë shoqëri. Jo. S'ka pas, jo, asnjëherë. Unë të pak të mendoj se jo. Të pak të nuk e ke vrej. Po, se kom vrej. Në rregull, i nderuam, sa po të pëlqen Ferizaj? Shumë bukur, shumë Ferizaja, shumë një vend i mirë, shumë vend i bukur, njerëz ka plot. Kosova ka më shumë njerëz se Maqedonia. Vini shpesh këtu? Po, gati çdo vikend. Çdo vikend. Po. Femrat shqiptare si vlerëson apo të liroj? 10. Vjen. Po. Në rregull. Faleminderit shumë, kënaqësi. Të gjithë mirë, respekt.